tregu e punës, ashtu që për një diplom shkolle të ketë një vend pune. Sepse dikur ka pasur një nxitim e zgjerim të madh në studime, shkenca politike, marrëdhënie ndërkombëtare, diplomaci, në 30 ambasada e kena ku mi qu gjithë ta që diplomojmë atje, e është e nevojshme të shkojnë ka shkenca teknike, natyrore dhe ka zanati. Për shembull, kam shku në për fabrika në zonën e Ferizajit, që është një zonë e jashtëzakonshme industriale, hyn brenda aty, 2 inxhiniera, njëri nga Turqia, tjetri nga Kina. Shkon te Saldushi prej Pakistanit. Shkon tek agjustatori prej Bangladeshit. Shkon te elektricisti prej Filipineve. Unë s'kam asgjë kundër. Kjo kallëzon që ekonomia jonë përrritet dhe nuk kemi mjaftueshëm fuqi punëtore sa kemi rritjet bizneseve. Qysh i ka ndodhur Gjermanisë, Austrisë dhe vendeve të Evropës perëndimore që kanë marrë shqiptar e të tjerë për ekonominë e tyre, në atë pikë sa më shumë që i afrohemi Bashkimit Evropian, po vime edhe na vetë. Edhe neve po na vinë nga Azia e Largët. Mirë pa ajo çka jemi na të interesuar është që edhe ata të cilët janë të papunë në Kosovë të punësohen që të gjithë. E këtu në veçanti hapësira e madhe për punësim është për gratë, sepse janë shumë jashtë të qenit ekonomikisht aktive. Super puna për gratë, nis në vitin e ardhshëm, 6 muaj, paga minimale, kudo që punësohen ato. Pra, nëse një biznes dëshiron një gruaje që e punëson, mja dhonë veç pagën minimale, në verën e vitit arshëm, veç 500 euro, na ja bojmë 1000 euro. Për 6 muaj ja japim pagën minimale. Pse po e bëjmë këto? Sepse ju e dini në kulturën tonë që është bërë dukuri, që vajzat fillojnë me punu kur janë të 20 e hershme, kur janë 21, 22, 23 vjeçare fillojnë punën, ndoshta edhe më herët. Mandej në 20 e vonshme martohen, lindin fëmijë dhe kur dojnë moshën 42 a 43 vjeçare, mu kthyn tregun e punës, e kanë të pamundën, sepse e kanë shkëputjen e madhe dhe i kanë humb aftësitë për tregun aktual të punës. E neve na duhet çato gra me pas mundësi mu kthyn punë kur t'ju rritën pak fëmijët. Prandaj superpuna për gratë është shumë e rëndësishme dhe çerdhe duhet të ndërtojmë sa më shumë që të